Pas rastit me ndoqjen e ujit në Gostivar, në Tetov do të bëhen çdo ditë analizat e ujit. Drejtori i Ndërmarrjes Publike Komunale Shari, Balon Zeqiri, siguroi se në Tetov uji është i pishëm dhe për dallim nga e kaluara, kur analizat janë bërë 2 herë në javë, tani më uji i pishëm do të analizohet çdo 24 orë me qëllim që të prevenohet çdo mundësi e ndoqjes dhe dëmtimi të mundshëm të shëndetit të qytetarëve. E kuptoj shqetësimin e qytetarëve të se është ngritur ditën e fundit, kam marrë shumë thirrje dhe mesazhe, prandaj dje kam bërë edhe një postim, po sot i kemi më të qarta dhe më të sakta, i kemi edhe analizat se të kanë dalë gati para 1 ore, dhe analizat na tregojnë se uji në Tetov është i pishëm dhe nuk ka asnjë problem, prandaj qytetarët mund ta konsumojnë lirisht. Zeqiri thotë se pas rastit në Gostivar janë ashpërsuar të gjitha masat për kontrollin e rrjetit të ujësjellësit, duke lutur njerëzit që të mos përhapin dezinformata për cilësinë e ujit në Tetov. Ne gjithmonë kena marrur masa të repta për pjesën dhe mbrojtjen e ujit të pishëm në qytetin e Tetovës, por tash i kemi shpeshtuar dhe të gjitha ato të cilët kanë rrezikuar dhe vazhdojnë ta rrezikojnë në rrjetin e ujësjellësit, do të ndëshkohen dhe do të përballen shumë ashpër me ligjin, prandaj lus të gjitha ato të cilët i kanë bërë këto keqpërdorime dhe vazhdojnë duke improvizuar apo duke i bërë këto keqpërdorime, të mos i bëjnë, të mos krijojnë huti të qytetarëve të Tetovës dhe sa më shpejt të drejtohen te ndërmarrja e Sharit dhe të rregullojnë problemet të cilat i kanë në rrjetin e ujësjellësit. Mbetet që monitorimi i vazhdueshëm dhe bashkëpunimi i qytetarëve me institucionet të jenë faktorët kryesor për ruajtjen e sigurisë së furnizimit me ujë, duke forcuar besimin e publikut dhe duke parandaluar situata të ngjashme në të ardhmen.